parë nuk e besoj se është pjesa si studiues, sepse si studiues unë trajtoj fet, identitetin, pakicat e kështu me radhë, po besoj se është aktivizimi im publik, i cili është, kam qenë i zëshëm, le themi, dhe do të jemi zëshëm në çështje të cilat kanë të bëjnë me çështje kombëtare, me çështjen çame, me raportet Shqipëri-Kosovë, me mënyrën se si formsohet dhe se si duhet formsohet veçanërisht tani në shekullin e 21 identiteti ynë kombëtar e kështu me radhë. Por kjo pjesa e ndarjes thjesht të majtë të djathtë nuk më qëndron shumë, sepse patriotizmi, që është i shëndetshëm, ndryshim nga nacionalizmi që mund të kalojë në shovinizëm, nuk është i lidhur me të qenit i majtë të djathtë. Është i lidhur me parime bazike të identitetit edhe të formësimit të identitetit individual. Dhe nëse i futemi skenës politike të sotshme, një ndër arsye sepse unë e shoh PD-n të djathtën, opozitën, shumë larg të së qenit jo e djathtë, e cila mund të kaloj këtë vijën të nacionalizmit, por e lidhur ngushtësisht me nacionalizëm politik të huaj. Në këtë skemë politike është krejt e natyrshme për mua që do të lidhemsha pashmangshmërisht me të vetme forcë e cila e ka treguar që nuk e ka dëmtuar interesin kombëtar në kuptimin afatgjatë për gjatë ekzistencës së vet nga viti 91 deri më sot. Patjetër, lehtësonte hapjen e derës. Lehtësonte hapjen e derës që një figurë publike, më rezultoi se ajo qëndrueshmëria në qëndrimet e mia ishte diçka që vlerësohej, që nuk e ndryshova as në fushat, as para fushatës, do ta ndryshoj as nesër. Le të themi këtë element të vokacionit tim publik, ndihmonte shumë në hapjen e derës, por fushata është trokitje. Nëse ti nuk troket në derë edhe të kërkosh votën edhe të tregosh se pse duhet jesh ti zëri përfaqësues, atëherë ti nuk e merr atë votë. Në këtë kuptim, nuk është vetëm kjo, është fakti që unë vi nga ajo zonë, kam folur e kam tentuar në çdo lloj pozicioni që kam pasur në private, në shtet, që të jem prezent në Sarand, ku jam lindur dhe ku jam rritur, në Delvinga kam origjinën, unë kam folur vazhdimisht për çështjen çame dhe rrjedhimisht edhe në Konispol apo në Vlorë, tek shqiptarët çamërisë apo shqiptarët labërisë, gjendej një terren më i lehtë që të mundet të trokisi e kështu me radhë. Dhe e dyta është, dhe kjo në fakt është një ndër gjërat që më emocionoi shumë fushat, janë fiset. Është fisi mamas edhe fisi babait, të cilët të dy nuk më jetojnë më, por që kishin hapur terrenin, le të themi njohja e tyre në zonë e kishte hapur terrenin dhe ishte më kollajshme që të mund të hyje. Shiko, këtë besoj ta kuptoj nesër dhe jo sot, por le të themi frikën që kam është që do të kornizohet ajo pavarësia që ti ke. Si gazetar, si studiues ti je tërësisht i pavarur. Ti nuk ke frikën dhe pritshmërinë e grupit. Ti hyn në një terren qoftë gazetaresk për të raportuar të vërtetën, qoftë studimor për të raportuar të vërtetën historike, qoftë publicistik për të raportuar analizën tënde të sotshmes, pa pasur asnjë lloj pritshmërie të grupit. Je ti dhe e vërteta. Je ti e vërteta dhe publiku. Nuk do të thotë që në çastin që ti hyn në politikë ti humbet individualitetin, të paktën në çastin që unë do shoh që do humbas individualitetin, do të marr një kthese dhe do të kthehem në jetën time akademike, nuk do të qëndroj më në politikë, por patjetër që ti nuk je më vetëm. Ti nuk përfaqëson më vetëm vetveten, ti përfaqëson një forcë të caktuar politike, një mendësi të caktuar, dhe rrjedhimisht ti duhet të konturohesh brenda kësaj mendësie pa e humbur në asnjë rast individualitetin tënd. Ishte fushat tjetër lloj,
një fushat në cilën le të themi nuk prisja që t'ishte e tillë në kuptimin teorik të si është fushata, nuk është fushata e parë që unë bëj. Ishte një garë mes ofertave politike të partive të ndryshme, kishte një mungesë të Partisë Demokratike në terren, rrjedhimisht ti nuk e dalloje le të themi mirëfilltazi këtë përballjen politike. Ishte një garë brenda llojit, sepse sistemi ynë zgjedhor kërkonte që një votë vetme njerëzit të përzgjidhnin te cili ishte kandidati që do t'i përfaqësonte më mirë, dhe rrjedhimisht në këtë kuptim kishte një farë ashpërsie, por një ashpërsie e cila nuk kaloi vija të kuqe, le të themi. Ishte një garë e bukur, ku secili prej nesh dha ato pikat e veta pozitive në të cilën qytetarët pastaj u orientuan dhe dhanë votën e tyre, dhe në fund rezultati ishte besoj sipas pritshmëri. Dua të refuzoj që në fillim termi rival, sepse nuk e pash kështu fushatën. Në fushatën e pash si oferta politike, të cilat jepeshin dhe qytetarët kishin një mundësi shumë të madhe zgjedhje. Kishin mundësi zgjedhje mes alternativave të partive politike, pra ku duhet të shkonte vendi, por dhe alternativa brenda partive politike për të parë se cili do të ishte zëri më i mirë përfaqësues, dhe secili e gjente veten te një prej kandidatët. Pra, ky rivaliteti, kjo është gara, atje duhet ta kthejte fjala garë, bashkëgaruesit e quaj edhe gjatë fushatës. Kjo garë në fakt nënkuptonte që ti duhet të nxirrje një ofertë të ndryshme politike brenda ofertës së madhe të partisë ku bëje pjesë, në mënyrë që qytetarët të mundet të përzgjidhin se çfarë duan të shohin nesër në parlament. Se cilat janë ato veti që duan që të përcjellin nesër përmes foltores së parlamentit të shqiptarëve. Dhe rrjedhimisht kjo garë patjetër që ishte e veçantë në kuptimin që ti kërkoje dhe votën individuale dhe votën për Partinë Socialiste, por në fund të fundit ishte në një farë harmonie. Pra, në fund të procesit, me njerë pasi u mbarua votimi, unë nuk pash në një mëri, le të themi, që të qëndronte në ajër për shkak të rezultatit. Normalisht është diçka që kalon dhe do të ketë bashkë ekzistencë krejt normale mes profileve politike të ndryshme që qytetarët shqiptar vendosen të përzgjidhnin si alternativat më të mira përfaqësuese në parlament. Dhe këtu luajti një rol të mirë, shumë të mirë, edhe struktura partijake, luajti një rol shumë të mirë drejtuesi politik i qarkut, që mundsoi le të themi që normalisht në këtë garë ku secili prej nesh kërkonte edhe votën individuale krahas votës partijake, kishte momente që kishte tension normal, u arrit që kjo të ishte brenda një hullie normale të një gare zgjedhore. Nuk mund të dukur kaq e qetë dhe kaq e bukur gara në vende të tjera. Shiko, termi bukur prap, ndoshta e zbukuroj unë. Nuk është as e qetë kjo që thash. Është thjesht çështje mendësie, si e sheh. Unë e pash si garë. Dhe një garë është kush fiton, kush arrin të bindi më shumë prej bashkëqytetarëve të vetë që meriton që të jetë përfaqësuesi tyre në parlament. Rrjedhimisht të qenit garë nuk kupton që ka tension, nuk kupton që ka momente që ndihesh i pakënaqur, në momente që ndihesh shumë i vlerësuar, ka momente që ti je në paranoj apo mafusin, ka momente që ti je në një gënjeshtër që apo më favorizojnë, ka momente të ndryshme kjo garë, po nëse ti e sheh si garë, atëherë e sheh si një lojë politike që duhet bërë, ku në fund të ditës është e rëndësishme ajo që nuk është lojë. Është që ti për shkak të trysnisë së madhe që ekziston, secili prej nesh nxjerr vetveten në atë fushat. Se trysnia të bën që të kesh dhe momente shpërthimi në cilën ti nxjerr vetveten. Dhe në fund të ditës, kjo lloj trysnie është pozitive. Pse është pozitive? Sepse qytetarët kanë mundësi reale që të shohin fytyrën e vërtetë të gjithë secilit dhe rrjedhimisht të votojnë alternativat më të mira ndër to. S'do thotë që unë jam dakord me këtë sistem, të jemi qartë. Nuk jam dakord me këtë sistem sepse është pak dual. Pra, një sistem majoritar ku
përballen alternativa politike dhe individuale, është krejt më normal se sa një sistem ku ka shumë kandidat brenda llojit, të cilët ekziston në risku që të përqendrohen në këtë garën e brendshme dhe të harrojnë garën e përgjithshme. Koncepti që dikush duhet jetë i njohur për të marrë votën, për mua nuk qëndron. Dhe koncepti që duke qenë i njohur ti do të marrësh votën, sërish nuk qëndron. Pra, e nisëm këtë intervistë duke më bërë pyetje nëse prania tënde publike të ndihmoi dhe të thash më ndihmoi sepse hapej dera më kollaj. Po nuk trokite në derën e qytetarit, nëse ti nuk dëgjon cilat janë problemet reale, nëse ti nuk i artikulon problemet e tyre. Nëse ti nuk artikulon dhe nuk jep besueshmëri, ti nuk e merr votën. Pra, nuk ka një lidhje të drejtë për drejtë mes njohjes publike edhe marrjes së votës. Ka të bëjë me besueshmërinë që ti jep. Nuk e njoh Sarën, pres ta njoh në vijim. Kam parë pak në rrjetet sociale dhe kam parë që është një vajzë artikuluar, e cila ka qëndrime dhe nuk kam qenë në fushatën e Elbasan për ta kuptuar se si ja doli që të marri aq shumë vota. Di për fushatën në qarkun e Vlorës, ku kjo besueshmëria të cilën ti i reflekton elektoratit, kjo është në fund ditës ajo e cila prodhon votë, dhe në fund të ditës jemi gjithë në një test. Jemi në një test që në 4 vite të mandatit që nis nga shtatori e tutje, qytetarët na kanë dhënë besimin dhe në fund 4 viteve ne do të duhet që t'i përgjigjemi këtij besimi. Pra është një shprehje që mandatin e parë ma jepni ju, mandatin e dytë fitoj vetë, ose ti ke arritur që të mundet që ti kthesh në realitet pritshmëritë e votuesve të tu, e bashkëqytetarëve të tu, ose nuk e ke dalë. Mbetet për të parë, unë vi nga një konferencë shkencore para pak ditësh, sërish mësova. Njeriu nuk, në çastin që mendon se i di gjitha, atëherë ka dështuar. Shkolla politike që është deklaruar nga kryeministri dhe që nis nesër, është një shkollë e cila tenton që deputetëve të rinj t'ju japi idenë se si funksionon parlamenti. Ti dhe unë si gazetar e njohim nga një këndvështrim. Unë si drejtues institucioni e njoh po ashtu nga këndvështrimi i raportimit në komisionet parlamentare. Mirë po, ai realitet që ndodh brenda atyre mureve të kuvendit, ne shohim se cili është produkti, nuk shohim se si shkon deri tek ai produkt. Rrjedhimisht patjetër kem për të mësuar. Fakti që kryeministri vendosi që të bëhet një shkollë politike, pra të ketë disa leksione për të rrëfyer këtë gjë, zvendçon, ose më saktë nuk e zvendçon, po e zvendçon pjesërisht atë që ndodh gjithmonë. Gjithmonë në çdo legjislaturë të re, gjithë deputetët e rinj kalojnë një 3 mujosh për të kuptuar se çfarë ndodh aty vërdall. Pra, ajo që po bën kryeministri këtë herë, për mua është një veprim i zgjuar që përpara se sa të nisi parlamenti, të harxhohet sa më pak kohë në legjislaturën e re me ambientimin që është tërësisht i domosdoshëm në realitetin që ka parlamenti shqiptar. Nuk e them dot këtë në kuptimin që të rinj çfarë në kupton, në moshë apo në legjislaturë re? Të rinj që hyn rishtas në politik. Që hyn rishtas në politik nuk është se i njoh. Mbetet për të parë se si do të jetë, se si do të komportohen në parlament. Unë shpresoj shumë që të gjithë ne që kemi legjislaturë për herë të parë, të bëjmë, të japim mundësinë që të jetë një parlament që mund të shihet nga fëmijët tanë. Besoj se bashkëqytetarët e mi në qarkun e Vlorës zgjedhën mua për deputet brenda siglës së Partisë Socialiste. Rrjedhimisht besoj se zgjedhën rrjedhimisht që të artikulohen ato çështje të cilat unë kam artikuluar edhe para fushate dhe gjatë fushate.
Do të ishte absurde të mendoj ndryshe. Të kanë votuar çamët e asaj krahine? Po, në Bashkinë e Konjspolit, për shembull, është kam dalë i pari në vota preferenciale, që është më e dukshme le të themi, sepse shqiptarët çamërisë po ashtu në Saran dhe Delvin ku po ashtu kam dalë i pari në vota preferenciale, por që bashkë ekzistojnë me komunitetet e tjera, po edhe në Vlorë një pjesë e mirë e votave të cilat ka marrë vinë prej shqiptarëve të çamërisë. Mungesë besueshmërie. Këto zgjedhje kishin në gjykimin tim dy pyetje, dy çështje. Gjithmonë ngrihen çështje. Dhe çështjet që u ngritën ishte integrimi në Bashkimin Evropian, ku Partia Socialiste kërkonte një mandat tjetër për të bërë të prekshme këtë proces. Dhe nuk është teorike kjo. Vjen, dëgjojmë prej Komisionit Evropian që kemi shansin real në 2027 të mbyllen negociatat. Nuk e kemi dëgjuar kurrë më parë një datë reale të prekshme për 2 vite që mbaron një proces kaq i rëndësishëm. Dhe momenti i dytë, çështja e dytë e zgjedhjeve ishte kush jep të besueshmërinë që mund të zgjidhte problemet. Unë politikën edhe qeverisjen e shoh gjithmonë si problematike në parim, në koncept. Rrjedhimisht qytetarët presin prej qeverisjes të zgjidhë problemet, më shumë se sa e votojnë për problemet e zgjidhura më herët. Sepse njerëzit harrojnë. Pra, unë personalisht harroj që kemi qenë shumë më keq. Që në 90 nuk e krahasoj dot, nuk arrim dot memorien tonë të vemi pas. Ne shohim ku jemi sot dhe ku duam të shkojmë nesër. Rrjedhimisht te kjo besueshmëria, Partia Demokratike nuk jepte dot besueshmërinë që do të mundet të zgjidhet çfarëdo lloj problemi. Sepse mënyra se si bëri fushat ishte mënyra tradicionale, me akuza, me sulme, me shahrje, pa dhënë alternativa reale e të prekshme. Kështu që këto zgjedhje për mua s'kishin alternativë, ishte Partia Socialiste, prandaj edhe rezultati është kaq i thellë që i mundsonte të dyja komponentët, edhe pritshmërinë drejt një integrimi në Bashkimin Evropian që duhet kuptuar jo thjesht si çështje vlerash, që unë personalisht e besoj, po duhet kuptuar si rritje mirëqenies. Në çdo vend, ditën që ka hyrë në Bashkimin Evropian, i është rritur në mënyrë të dukshme mirëqenie. Dhe e dyta, si forca politike që arrin të vetë korrigjohet, arrin që të zgjidhi problematikat, qoftë ato problematikat krijuara prej antarëve të saj, prej personave që janë brenda qeverisjes dhe i kanë shkaktuar. Gjendja e opozitës është dëmtuese demokracisë, nuk ka diskutim kjo pjesë. Pra, një demokraci funksionale nuk kupton që ti ke alternativa reale. Në moment që ti të mungon një alternativë reale, e cila potencialisht në të ardhmen mund të jetë qeverisëse, është dëmtuese për demokracinë. Pyeta për kontributin e mazhorancës në dobësimin e kësaj. Po, në këtë pyetje ta kuptoj shumë, ta mirëkuptoj shqetësimin, por kjo tentativa për të parë problemin tënd të tjetri, të njëjtën gjë mund ta themi për Partinë Socialiste, për çfarëdo lloj force politike, për mua është e gabuar. Sepse askush nuk e detyroi për shembull Partinë Demokratike që të tregonte një agresivitet i cili nuk i shkon shekullit të 21 në këto zgjedhje. Askush nuk e detyroi Partinë Demokratike që të bënte lista kandidatësh të cilët perceptoheshin si jo përfaqësues. Asnjëri nuk e detyroi Partinë Demokratike që të gënjente përmes procesit primar, pra ta humbiste edhe më tej besueshmërinë e vet. Në këtë kuptim, krijimi një fryme opozitare e cila do të mundet që të vendosi të mundet të jetë zgjedhshme nga qytetarët, është për së pari një çështje e opozitës. Ditën e zgjedhjeve qytetarët përballen me alternativa, ku asnjë alternativë s'është perfekte. Dhe përballen me alternativa dhe votojnë në fund ditës në mas ata alternativë që ata besojnë se është më e mira ndër to. Çfarëdo që të mund të bëj
një shumicë për të dërmuar opozitën, që dhe opozita tenton gjithmonë të dërmoj shumicën, është e pamjaftueshme nëse fryma e cila jep opozita do të jetë një frymë që do të krijojë besueshmëri te qytetarët. Unë e shoh si një cikël normal. Gjithmonë kemi pasur alternativa të treta në këto nivele. Ka mbaruar epoka e disa partive të vjetra. Mos harrojmë kemi pasur në parlamentin e 92-shit, të 96-s, të 2001-shit, kemi pasur 12 parti në parlament. Dhe ne habitemi se kemi 5 sot, 6. Pra, këto janë cikle normale. Çështja edhe njerë kur vjen fjalat e demokracia, ne duhet të shmangemi nga momenti dhe të shohim pak në një këndvështrim më të gjerë në kohë edhe në hapësirë. Është cila ofertë politike krijon besueshmëri. Sot për sot, besueshmërinë e krijon Partia Socialiste. Nëse nesër do të dalë një forcë politike e cila do të krijojë më shumë besueshmëri se Partia Socialiste, ajo do të fitojë zgjedhjet. Fakti që sot nuk ka të tillë, nuk mund të shihet si një problem i shumicës. Pra, kjo është një ndër arsye sepse Partia Demokratike s'mund të vi kurrë në pushtet, sepse njerëzit cilët e kanë insinuar, se s'ka pas akuzë zyrtare, insinuar këtë gjë, janë njerëz të cilët kanë ardhur në arkiv, kanë marrë shërbimin si çdo qytetar i Republikës së Shqipërisë, i madh dhe i djathtë qoftë. Sepse arkivi, të paktën ato vite që kam drejtuar unë, ishte një institucion thellësisht i depolitizuar në mënyrën se si operonte dhe se si vepronte. Edhe kjo insinuata që është bërë, është qesharake në vetvete, sepse është bërë për një dokument i cili është digitalizuar nga viti 2001. I mikrofilmuar, për të qenë korrekt. Pra, është një dokument cilin o e ka manipuluar Ilir Meta kur ka qenë kryeministër, ose unë kur kam qenë 14 vjeç, kam marrë autobusin nga Saranda në Tiranë, e kam manipuluar, e kam mikrofilmuar, edhe kanë do që kanë të pra. Kjo është mungesa besueshmërisë. Mungesa besueshmërisë është që ndërkohë që deri më dje, sa unë isha në drejtuesi një institucioni, nuk ka pasur akuza ndaj meje nga Partia Demokratike dhe nga skush prej kolegëve të rinj në parlament. Sot, menjëherë sapo unë hoqa të kostumin depolitizimit edhe vesha një kostum të ri politik, fillojnë akuzat cilat janë tërësisht pa baza, përbaltëse, shpifse. I cili në rastin konkret është thjeshtësisht i kundërshtueshëm, sepse është një fakt që ai dokument është digitalizuar nga viti 2001, po në këtë morinë e shpifjeve të pafundme që ka politika shqiptare, do të vi një moment që nuk do të mundet jetë kaq thjesht i faktueshëm, që ja fusin kot. Dhe të thash pak më parë që unë shpresoj shumë që gjaku i ri në parlament të mundet ta bëjë atë ambient më pak toksik, më shumë debat i desh, më shumë debat të një procesi legislativ, ta bëjë një ambient ku ne të mundet të hapet televizori dhe të mos e heqim çast një kemi fëmijët tanë nga frika se do të thuhen fjalë cilat janë thellësisht pa përshtatshme. Të mund të bëhet si parlamentet, si kuvendet e vendeve tjera që shkollat në mënyrë të vijueshme vinë dhe ndjekin një seancë parlamentare, ku deputetët e ideologjive të ndryshme, të ideve të ndryshme, shkojnë dhe përplasen, qoftë edhe përplasen fort, por me etik dhe me fjalë, në mënyrë që mundet krijohet besueshmëri më e lartë edhe në elitën politike të vendit. Sepse ai 140 vendshi në parlamentin shqiptar është në fund ditës një përfaqësim i qytetarëve shqiptar. Çfarë unë shoh se ka ndryshuar është që nëse në vitet 90 që kishte tension politik, nëse vitet 2000 që kishte tension politik. Po kishte etik. Në 90 në parlamentin 92-shit, po. I vetmi ndoshta, se pastaj fillon degradimi. Po, 91-92.
pastaj fillon degradimi. Çfarë do thotë kjo? Që ky tension përdorej si retorik politike nga partitë politike, sepse ishte bindja që vetëm përmes kësaj agresivitetit edhe dhunës do të mundet të mbajë elektorati i bashkuar. Çfarë më pëlqen që ka ndryshuar sot, është se sot ky lloj agresiviteti dhe kjo lloj dhune nuk reflekton as pak në vota, nuk reflekton as pak në elektorat. Dhe do të ishte shumë mirë që partitë politike dhe opozita veçanërisht të kuptojë që roli politikës është edhe të tregoj shembujt e mirë, edhe kur ato nuk janë, pa lëmë në një situatë të tillë të realitetit politik që qytetarët kërkojnë normalitetin, thjesht të ndjeki atë çfarë kërkojnë qytetarët. Mbaruan zgjedhjet, gjë parë çfarë ndodhi? U vodhën votat. Do bim librin e zi. Unë si fëmijë kam gjuar librin e zi. 2001-shin. S'më lini shumë prindërit që ja parlament me drejt, sikurse se lënë gocën, por kemi një përsëritje. Dhe tani që po ndodh procesi i rinumërimit dhe po shohim që ka devianca të vogla që janë gabime njerëzore dukshme, dhe nuk është prekur vota e askujt, jo me Partisë Demokratike që ka numërus dhe vëzhgues kudo. Tani, prap, nuk do të ketë një ndëshkim moral, apo një reflektim nga ana e opozitës që thotë që shiko se ja futëm kot. Krejt e kundërt, do të vazhdojnë me të njëjtën retorik. Do të vi parlamenti shpresojnë mos kemi bojkot. Pse e them këtë? Se është bërë rutinore, është bërë normale. Sa nis parlamenti ka bojkot. Shpresojnë mos ketë parlament që kalon në konfrontim fizik. Pse? Ky është shembulli që ne duam t'ju japim fëmijëve tanë, pra çfarë ju themi në fëmijëve tanë? Ne ju themi që mënyra se si ju duhet veproni është përmes dhunës fizike, përmes mungesës së ideve, përmes sharjeve dhe fyerjeve, përmes mospranimit kurrë që ti mund të humbasësh, përmes bullizimit. Ky është modeli që ne ju themi fëmijëve tanë.